ky ligj është më i rrezikshëm se sa të qeni 3 gjini. Se 3 gjini do thoshe ka burr, grua dhe një gjini e tretë. Ky është gjini gjithë përfshirëse, pra ti e hap rrugën, prandaj them hap rrugën për 72+, më shumë pa kufi, janë disa autor që janë në këtë lëvizjen transgender në Evropë, që argumentojnë që ne nuk do të vendosim një kufi dhe e di pse nuk do të vendosim gjini, sepse mund të ketë gjini aq sa njerëz ka sipas këtij koncepti, po e shkëputet ti me realitetin biologjik, pra me seksin biologjik, ti mund të thuash për shembull ka një gjini që është në varësi të pëlqimit të ngjyrave dhe ti vendos një emër gjinisë tënde, gjini ngjyrash për shembull. Dhe ti mund të shpikësh një gjini në varësi se si ndihesh dhe ajo do të hyjë tek lista, nga 72 do bëhet 73. Jo se ky ligj argumenton që ka 72+ gjini. Ky ligj thotë që gjinia është gjithëpërfshirëse, por nuk më ndalon mua që të përcaktoj një gjini dhe as ty, dhe nëse do jemi 100 veta dhe themi se cili nga ne ka një gjini të ndryshme, ky ligj nuk na pengon që të identifikojmë me gjini të ndryshme këto.